أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Allahun e madhreshëm e falenderojmë për të gjitha mirësitë, begatitë dhe dhuntitë që na ka dhënë. Allahun e madhreshëm e falenderojmë që na ka bërë musliman. Allahun e madhreshëm e falenderojmë që na ka dhënë mundësi me arrit këtë Ramazan. Allahun e madhreshëm e falenderojmë që na ka bërë për atyre që agjerojnë, e falin namazin dhe e falin teravin, e japin zeqatin këtë Ramazan. Allahun e falenderojmë që na ka ndihmuar që edhe këtë net e fundit të Ramazanit t'i kalojmë duke i bërë ibadet Allahut dhul xhelal. Allahun e falenderojmë në fillim dhe në mbarim. Allahun e falenderojmë i cili na ndihmoi ta fillojmë mbar. Allahun e falenderojmë i cili na ndihmoi të vazhdojmë. Dhe Allahun e falenderojmë i cili na ndihmoi ta mbarojmë me sukses këtë proces të adhurimit inshallahu taala. Ndarja nga një sezon e adhurimit, nga një mundësi të artë, të cilën na e ka dhënë Allahu dhul xhelal, i ka emocionet e përzijera. Një term i cili në kohën e fundit ma shpesh e lexojmë edhe ndëgjojmë. Janë të dy llojet e emocioneve të pranishme. Edhe emocionet e mërzisë, edhe emocionet e gëzimit. Emocionet e gëzimit për suksesin dhe për mundësinë që na u dha që të arrijmë fundin e një adhurimit. E mërzia për shkak se në largohet ky mysafir dhe kjo mundësi e artë për të fituar faljen e Allahut dhul xhelal, mëshirën e tij dhe xhennetin e tij inshallahu taala. Cili është obligimi jon në të raste? Allahu i madhreshëm na ka treguar se adhurimi më i madh me të cilin përfundohen adhurimet, ose lutja më e madhe me të cilën përfundohen adhurimet, është kërkimi i faljes prej Allahut për mangësitë tona në të adhurime. Subhanallah, kjo urtësi e madhe Allahu dhul xhelal, me të cilën i edukon besimtarët, është madhështore. Për me kuptu se cili prej nesh realitetin e vetvetes, mangësit njerëzore që i kemi, dhe nevojen e vazhdueshme për mëshirën dhe faljen e Allahut dhul xhelal. Andaj Allahu dhul xhelal në Kur'an tregoi për besimtarët dhe i përshkruaj dhe tha: Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Ata natën pak flenin. Siç ndodh me besimtarët në këto 10 netët e fundit të Ramazanit. Ata natën pak flenin ose flinin. Wa bil ashari hum yastaghfirun. E masi e kalonin shumicën e natës me namaz, ata në kohën e syfyrit ndaleshin, uleshin dhe fillonin me bo istighfar, me kërku falje për Allahu dhul xhelal. A kërkonin falje pse janë fal? A kërkonin falje se kanë bo gabim? A kërkonin falje se kanë lënë diçka keq? Jo. Adhurim kanë bo, namaz kanë fal, në atë kohë kur të tjerët kanë flet, në atë kohë kur të tjerët kanë shëtit, në atë kohë kur tjerët kanë bojë gjuna, e ti ke bo namaz, e ti e ki prish gjumin dhe e qunë kam me qëndru për Rabbul Aleminin.
ti s'ke bo gabim, ti ke bo punë të madhe, ke bo punë të mirë. Mirë po çka dhe më thonë istighfari pas namazit? Dy gjëra. Sa do që bëjmë na ibadet Allahu Dhul Xhelal, ai meriton edhe më shumë. Pse? Sepse edhe ky adhurim që na e kemi bo me ndihmën e tij. Dhe sikur të mos ishte ndihma Allahu Dhul Xhelal, as kush për neve nuk do ishte sonte këto. Edhe këtë netët e kaluara. Allahu na inspiroj, Allahu na motivoj, Allahu na ndihmoj, Allahu na përkrahi, Allahu na forcoj, edhe na erdhëm deri këto. Edhe andaj, çka do që bëjmë na, nuk kemi hapësirë për të lavdru, nuk kemi hapësirë për të falendru dikan përveç se Allahu Dhul Xhelal. Kjo është e para. E dyta është o vllazën, se adhurimet tona janë të pakta për ta fituar shpërblimin e Allahut dhe janë të mangta në vetvete. Se na lidhemi namaz, ama mendja jonë fluturon. Hec, prej xhamin e Isabeut e shkon te shtëpia jote, e shkon te dyqani jot, e shkon te malli jot, e shkon kahmos, e ti jep në ballin sejdë, dhe ki hapësirën me bo dua, e të kalon koha, e ti ndoshta e bën një apo dy dua. Andaj për shkak adhurimit të pakët, edhe për shkak mangësive brenda adhurimeve tona, na kemi nevojë me bo istighfar. Me kërku falje për Allahu Dhul Xhelal. Edhe kjo në përcillet në të gjitha adhurimet. Andaj lutja e parë, dhikri i parë, mas i japim selam nga namazi, është me thonë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah alladhi atubu ilay. Me kërku falje për Allahu Dhul Xhelal. Namaz ke fal, ama ke mangësi. Ky namaz nuk ka qenë i plot, o Zot më fal për gabimet dhe mangësitë tona. Agjërimin e bëjmë. Edhe në fund të Ramazanit paguajmë zekatin e fitrit, sadakatul fitrin. Ulemat ka thonë pse? Se nëpërmes sadakatit fitrit na i korrigjojmë mangësitë dhe gabimet e agjërimit tonë. Pastaj e kryjmë haxhin, thumma afidhu min haythu afadha an-nas wastaghfirullah. E pastaj ju kthehuni nga Arafati e Muzdelifeja e Minaja dhe pas kryjnë haxhin dhe kërkoni falje për Allahu Dhul Xhelal. Dhe shifni momentin më interesant gjithë këto adhurime dhe përfundimin pas tyre. Prej surave të fundit që i zbriti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ishte edhe kjo sure, e cila fillimin e kishte fitore, e fundin e kishte istighfar, idha jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kur të vjen ndihma e Allahut dhe fitoria, e shohësh se si njerëzit futen në islam grupe, ti falendro dhe lavdro e madhno Zotin tanë dhe kërko falje prej tij, se do e gjesh atë që është një pendim pranues i madh. Andaj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Allahu e mësoi që masit i vjen lajmi për shërimin e Mekës, edhe dominancës së islamit nga dishun arabik, e njerëzit i nështrohen në fesë të tij, nuk është moment i krenaris, e as i mburjes, e as i lavdit, por është moment i istighfarit. Është moment i falëndrimit ndaj Allahut Dhul Xhelal dhe madhrimit të tij, dhe është moment i kërkimit të faljes të secilit prej nesh për mangësitë tona që kemi në këtë rrugë. Andaj vëllazën, na deshtëm apo nuk deshtëm, ditë e numërume kanë në fund. Edhe sonte është nata e fundit e këtyre 10 neteve të bekume të Ramazanit. Edhe detyrohemi na me i thonë lam të mirën. Lam të mirën natës e fundit Ramazanit dhe lam të mirën ditës e fundit që na vjen nesër të Ramazanit. Mirë po vllazën, secili prej nesh ka nevojë
mi fol vetës e vetë dhe me i dhon një besë të re Allahu Dhul Gjelal. Viti i ardhshëm, a emrim Ramazanin tjetër, a nuk emrim, nuk e din. Andaj ne duhet një premtim të ri të japim Allahu Dhul Gjelal, o Zot, kam bot që kam bon të kalumen time, tash e tu tje du me qenë ma i mirë me ty. Tash e tu tje vetëm ngajle dhe breng në jetën time kam me fitu knasin tonë. Fe in lem jekun bike ghadhabun aleje fela ubali. Në një hadith të dopt e përmendin dietarë në historinë islame se një fjali e cila ka një porosi të madhe. Nëse ti o Zot nuk je i dhum me mu, unë se kam gale për atë tjera që ka ndodhin me mu. Andaj, qëllimi kryesor është fitojmë kënaqësinë e Zotit Dhul Gjelal, e kusharin me fitu kënaqësinë e Allahut kanë me qenë të kënaqët edhe njerëzit me te. Tha Musa a.s. Wa ajiltu ilejke rabbi li tërda. Nxitova drejteje o Zot me fitu kënaqësinë tonë. Nxitova o Zot drejteje me fitu kënaqësinë tonë, inshallah taala Allah është i kënaqur me ne. Edhe na dikush për neve ka ardhur në ora 10. Megjithëse namazi i natës fillon në orën 12. Dikush ka ardhur në orën 11. Këtë këta kanë nxitu me ardhë të Allahu Dhul Gjelal me vetëm një qëllim që me fitu kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. E inshallah Allah është i kënaqur me ne. E nëse ne arrim me fitu kënaqësinë e Allahut Dhul Gjelal, nuk duhet mu brengos pastaj për të gjitha provat që ka mundësi me na ndodh dhe për të gjitha humbjet materiale të cilat kena mundësi me i pas. A nëse nuk arrim me fitu kënaqësinë e Allahut, fiton çka dush, prej pushtetit, prej pasurisë, prej famës, prej fuqisë fizike, fiton çka dush. Nëse nuk e fiton kënaqësinë e Allahut, kur gjos ke fitu. Është temë serioze. Edhe kemi nevojë me qenë shumë serioz në kuptimin e kësaj teme, që të fitojmë kënaqësinë e Allahut Dhul Gjelal e pastaj të mos brengosemi as pak se çka ndodh me ne edhe çka fitojmë për të mirat e kësaj bote, se fundi i fundit këtë na këto të mira që i kemi kena me ilon, e te Allahu Dhul Gjelal kena me shku, e ato që i kemi bon për Allahun dhe për atë botë, ato atje kena me i gjetë. Në lusim Allahun e madhëshëm që Allahut në i falë gjunohat tona. Lusim Allahun e madhëshëm që Allahut në ka prënë me mëshirën e ti. Lusim Allahun Dhul Gjelal që Allahut të ashton bekimin e ti mbi ne. Lusim Allahun që Allahut të gjitha adhurimet tona t'i pranon. Lusim Allahun e madhëshëm që Allahu duat e tona t'i pranon. Lusim Allahun e madhëshëm që Allahu të parët tanë, pushtetarët dhe djetarët Allahu t'ju udhëzon. Lusim Allahun e madhëshëm tregtarët e tonë të ndihmon të fitojnë riskun me halal dhe t'i ruan nga çdo haram në bizneset e tyre. Lusim Allahun e madhëshëm që Allahu t'i mëshiron të gjithë ata hoxhallar që na kanë mësuar elifin nëpër mektebet dhe xhamiave tona, deri te ata hoxhallar e ri që na prin imama si hafëzllar në xhamia tona. Lusim Allahun e madhëshëm që Allahu t'i mëshiron dhe t'i falë dhe t'i shpërblen të gjithë mësuesit që na kanë mësuar që nga bankat e klasave të para deri në studimet postdiplomike. Lusim Allahun e madhëshëm që Allahu t'i shpërblen gjithë ata mjek që na shërbejnë me sinqeritet dhe janë në shërbimin e besimtarëve kudo që janë ata. Lusim Allahun e madhëshëm që Allahu t'i shpërblen prindrit e tonë, nanat dhe baballarët e tonë për të gjitha të mirat dhe kontributin që kanë bërë në edukimin tonë. Ata që janë gjallë, Allahu dhe shëndet dhe imër të gjatë me vepra të mira. Ata që kanë vdek, Allahu i mëshiroft dhe gradat të larta të xhenetit u dhuroft. Allah i mëshiroft edhe gradat tona, që janë pjesa e pandare jetës sonë, që janë heroinat e shtëpijave tona, ata që kujdesen për ne edhe fëmijët e tonë. Allahu i shpërbleft me të mirat e tij, Allahu e bekoft punën e tyre. Allah i madhreshëm u ndihmoft atyre në edukimin e fëmijëve të tyre. Allah i mëshiroft të gjithë ata njerëz që kanë ngel të vetmuar dhe s'kan diken të afër që kujdeset për të. Allah i madhreshëm u ndihmoft, u aletoft vetmin dhe i lidh zemrat e tyre për Allahun subhanahu wa taala. Allahu e ruajt rinin ton, djemt edhe vajzat tona. Allahu e shtoft udhëzimin e tyre. Allahu i ruajt nga epshi i tyre.
Allahu i ruaj nga gabimet e tyre. Allahu i ruaj nga rrjetet sociale dhe gabimet që bëhen to. Allahu i shëroft nga mania për të përdorur telefonin mes një reqatit edhe tjetrit. E inshallah taala i lidhim zemrat për Allah, edhe pse si kemi të lidhura për internet. Allah i madhreshëm e bekoft pasurinë tonë dhe e shtoft atë dhe e bof sebeb pasurinë tonë për fitu kënaqësinë e tij. Sa më shumë që na jep Allahu na bof për atyre besimtarëve që na edhe më tepër japin për Allahun xhelal. Allahu i pastroft zemrat tona nga kooperacia. Allahu i pastroft zemrat tona nga kooperacia, sepse nga kooperaci nuk del asnjë e mirë. Allahu xhelal na shtoft dinin dhe imanin, na shtoft dinin e dobishme dhe veprat e mira, na shtoft sinqeritetin në fjalë dhe në vepra. Allah i madhëshëm na ndihmov që të gjejmë mirëkuptim mes vete, hoxhallarët, edhe besimtarët, edhe xhamati, edhe politikanët, edhe biznesmenët, edhe intelektualët e gjithë shoqëria jonë. Megjithëse mund të kemi mendime të ndryshme, por me debat konstruktiv, me mirëkuptim dhe zemërgjërsi, ato mund të tejkalohen, edhe pse kemi mendime të ndryshme, mund të bashkëjetojmë dhe të ndihmojmë njëri tjetrin në punët e mira që i bën. Lutim Allahun e madhëshëm që Allahu të na i forcon zemrat dhe të shton dashnin mes nesh, e të na shton bashkëpunimin mes nesh, e inshallah taala kështu të zbatojmë shkaqet e fitores dhe suksesin këtë botë dhe të fitojmë kënaqësinë Allahu xhelal në ahiret. Na e bëni halal të gjithë ju për gjitha mangësitë tona dhe gabimet tona që mund të kemi pas me vedi e pa vedije. Allah i madhëshëm i pastroft zemrat tona nga zilia, inati, emëria, e inshallah gjithëve na bën banor të xhenetit Firdaus në shoqërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. O Allah, na falë, na mëshiro, e në xhenet na bashko. Walhamdulillahi rabbil alamin.